zoti madh. Kjo është e çmeshme, e çmeshme. O zoti madh, kjo është e çmeshme. Është e çmeshme. La 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 la. La 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 la. Dëgjojni pak, duket si zëri i Zuzus. Ka ndodhur një katastrofë vërtet. Thjesht qetëso Zuzu, çfarë ka ndodhur? Bolu është tukur për fat të keq shumë. Çfarë? Kam gjetur barkën e tij poshtë dhe nuk e di se kush e ka lënë, por dukej që kishte udhëtuar dikush me të. Nxitoni miqtë e mi, duhet të nisim kërkimin ton drejt tij. E pabesueshme, duket sikur ai ka avulluar. Edhe shkopi i tij peshkimit është dukur gjithashtu. Dhe shiko sportën e tij. Shikoni atje. Këto gjurmë duken të freskëta. Këto janë gjurmët e Ramis dhe të Miramos. Ata padyshim që kanë ngish në këtë problem si zakonisht. Ata të heqin kuzhinierin ton, por kjo është e pamundur. Po sho bambu, do humbasësh gjurmat e tyre. Ki shumë të drejtë Koko, këto gjurmë na tregojnë rrugën që kanë bërë ata. Por kanë fikse se mund të përballin me ata të dy keqbërësit, Ramin dhe Miramos. Mos u shqetëso fare Lilobela, do të qëndrojnë të gjithë së bashku. Koko, ti do të na udhëheqësh bashkë me gjurmët e tyre. Koko, pra shëno një gjë? Pa, ka gjurmë këmbësh këtu, e janë i shpejt këtë e miq. Shikoni atje, Koko ka gjetur bolunj. Mendoj se Rami dhe Miramo janë duke qëndruar ende me të. Është e rrezikshme. Çfarë kemi për të bërë? Kaq është, këtë herë do të bëjmë diçka. Lalo! Jam unë, Kokoja. Kush ishte ky i zgjuar që pati këtë ide? Oh, të më falësh Koko, me të vërtet më vjen keq. Sa i ngathet që je bambu. Dhe miq, shikoni gjithë ato peshë atje. Dhe jo, ku është kopi i peshkimit të Bolus? Edhe kapelja e ti. Tani, miqtë e mi, gjërat po bëhen të ndërlikuara. A mendoni se ata na e kanë hedhur që të gjithëve ne? Pikërisht kështu duket, por gjurmët janë shumë të qarta këtu. Ne peshku. Atëherë? E janë, nxitoni, gjurmët e këmbëve po zbehen paksa. Këtë herë mendoj se ne kemi gjetur një rrugë. Dhe cilit i shkojnë meritat? Po, Koko, përpjekja jote ishte e përkryer. Do të na duhet të zgjedhim se cilën rrugë duhet të ndjekim. Çfarë? Na trego se çfarë po shikon ti. Unë shoh 10 peshë që kanë mbushur shtegun. Le të shkojmë të gjithë. Mendoj se kjo është rruga e duhur. Kjo ma kujton diçka. Të gjithë këta peshë të vegjël të dalura përgjatë shtegut. Apo e ndjeni dhe ju këtë aromë kaq të mirë banketi? Por duket që po jap projmë shtëpisë së Bolus. Po shikoj ty men që po del nga oxhaku i shtëpisë. Miq, mendoj se jam duke kuptuar diçka tani. Na e shpjego Kiki. Ka pasur shumë peshë në shportën e Bolus dhe prandaj janë hapur përgjatë rrugës. Bolu, jemi ne! Përgjigjur nëse je brenda. Përshëndetje miqtë e mi, çfarë surprizë e bukur sot. Menduam se Rami dhe Miramoja të kishin rëndyer. Madje ne gjetëm shkopin e peshkimit dhe një shport plot me peshë. Sikur ta kishit parë atë moment. Kishte as shumë peshë që kërcenin lart të varkës time. Mendoj se ke bërë kapi të mrekullueshme apo jo? Po, mbusha 2 sporta të mëdha vetëm me peshë. Por rrugës për në shtëpi, pas ata të dy me një buzëqeshje të ligë, Ramisë dhe Miramos. Kjo ishte arsyeja përse u fsheha tek një shkurre. A të ndoqën? Jo, ata nuk më ndoqën. Pasi ata u larguan, unë mund të shkoj me qetësi në shtëpi. Por Bolu, përse le kapelen rrugës? Të dyja sportat ishin shumë të rënda, kështu që e lash tek shkurja që u fsheha. Kapelja më nxirrte pak si frikaca. E po na ke trembur shumë këtë herë. Kjo do të ndihmoj të tjerët dhe ty Lilobel, që të rikuperosh emocionet tuaja. Shikoni se çfarë kam përgatitur për sot. Dhe ja ku që nga ca gjëra të mira. Do t'ja kalojmë për bukuri tashmë. E janë miqtë mi, të gjithë në tryezë, dhe të festojmë pak këtë ribashkim.
Do lumë kjo gjekave të vërtet shumë e shishme.